Coach, very intense game, very tough game. You were ahead sometimes. You had maximum of 5 points advantage. They went ahead. The advantage swept the other side 17 times in this game, and at the end they won. What was the key factor of your loss tonight? No, they are gonna say they are in some parts of the game. They are also some more lucky than us. We cannot score, our open shots. We miss some turnovers, especially beginning of the game. We give the ball 5 times like this. They punish us. It's a close game. It's not a very good game to watch. It's a very bad game for both teams. Both teams will play very good in defense, but defense is one part. To win the basketball in game basketball, you need to score the basket. We don't do this. We execute most of the time correct, but we cannot score the basket. That's part of the game, unfortunately. I know we are in a bad moment right now like a team, but we need to look forward. Play very important game, final game for us on Tuesday in Estonia, and after coming back straight to play the one more game to go to the semi-final of the cup. We are into our targets for the beginning of the season. I know we need time, but it's not now. The time is not so much for us because we are a new team. We need to make some adjustments, in our game. But nothing. We need to work more, harder, and I'm sure that we're going to change this. Thank you. You're welcome. Ndeshje e ngushtë, keni pasë përsi prej 5 pikëve. Bora kishte përsin maksimale për 7 pikëve disa herë, e përsia ka ndru anë 17 herë. Cila ka qenë arsyeja e çka e ka vendosur ndeshjen sonte dhe pse keni humbur? Trajneri Kakiosis tha po, ka qenë ndeshje shumë e ngushtë, të dyja skuadrat kanë luajtur mbrojtje të fuqishme, mbrojtje të mira, ata kanë qelluar disa shuta, disa gjuajtje me fat, ndërsa ne kemi huqur dhe kjo e ka vendosur takimin. Sipas trajnerit Kakiosis, të dyja skuadrat kanë luajtur mbrojtje të fuqishme, prandaj edhe rezultati ka qenë me pak pikë të shënuara. Të dyjat kanë luftuar, mirë po tha vetëm mbrojtja nuk është pjesë e basketbollit, duhet të shënosh në mënyrë që të fitosh. Ne sonte kemi huqur, po ashtu u ankuadha për topat e humbur, sidomos në 5 topat e humbur në fillim të ndeshjes, dhe kur luan në lojë të tillë edhe nuk shënon kosha nga pozitat e hapura, atëherë është e pamundur të fitosh. Ne jemi momentalisht në një krizë të rezultateve, jemi në një moment të dobët. Mirë po duhet të vazhdojmë të punojmë dhe të përpiqemi. Ende kemi edhe 2 ndeshje të rëndësishme javën e ardhshme, pra ndeshjen në Letoni e më pas edhe ndeshjen për kupë, me të cilën synojmë që të kualifikohemi në gjysmëfinalet të kupës, dhe jemi në ato synimet tona, vazhdojmë atë rrugën tonë, synimet tona të cilat i kemi vendosur në fillim të kampionatit. Normal nuk jemi në formën më të duhur, kemi rënje të formës, mirë po duhet të vazhdojmë të punojmë dhe të përpiqemi, të luftojmë dhe të mos dorëzohemi. Ishim fjalët e trajnerit Mihajlis Kakiosis, skuadra e cilit pra në 7 ditët e fundit psoi 3 disfata nga Trepça Ylli dhe sonte në derbin lokal nga Bora. Nga unë Agon Fehmiu, ekipi i Oksigjenit, ekipi realizues i Oksigjenit për Art Motion kaq për sonte nga palestra e sporteve në Prishtinë, ndërsa nga ora 19:30 në Karagaç kemi një super ndeshje mes të Go+5 dhe Golden Eagle Yllit.